Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet të Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrozër në kuadër të rrëfimeve të cilat I ka përcjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e të cilat flasin për raste të rëndësishme që në to ka udhëzime për t'ia dalë njëri në situata të ndryshme. Kemi thënë se njëri në këtë dunja sprovohet me situata të këndshme dhe të pakëndshme. Nganjëherë është situata që nuk sheh rrugdalje dhe kërkon një lloj udhëzimi se ka t'ia mban, çfarë duhet bërë, si t'ia del. Dhe padyshim se udhëzimet më të mira për tërë këtë dhe për shumë tjera I gjejmë tek udhëzimet e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Rasti që jemi duke trajtuar që nga javët e kaluara është një varg këshillash të cilat Yahya alayhi salam ja ka përcjell popullit të tij. Dhe nga këshillat ka qenë që të adhurohet vetëm Allahu një, I cili nuk ka shok. Dhe për këtë Yahya alayhi salam ka sjellë një shembull shumë praktik dhe konkret duke thënë se shembulli I atij që adhuron dikë pas Allahut është sikurse shembulli I një njeriu I cili e ka marrë një shërbëtor që t'i kryen punë në shtëpinë dhe fushën dhe arën e tij. Ja ka siguru ushqimin, ja ka siguru gjithë ato që duhet edhe pagën e gjitha, e I ka thënë ja, kjo është prona ime dhe këtu puna. Pas që ka përfituar nga pronari, ai ka punuar në pronën e huaj. Thot pejgamberi alayhi salam, e si I duket dikujt për ju kjo punë? Allahu e ka krijuar njeriu, ai kujdeset për të, ai e furnizon, ndërsa pastaj njeriu punon në pronat e në arat e huaja. Do të jona që Allahu te barekuhu teala e ka kërkuar dhe e ka udhëzuar. Dhe për këtë kemi folur për çështjen e besimit në Allahut, shirkun, logjika e adhurimit, logjika e besimit. Në Islam nuk ka gjëra që kërkohen vetëm tek ashtu, po ka një logjik, ka një arsye. Janë përputhje me natyrën e njeriu që Allahu xhallahu ka krijuar në të. Pastaj këshilla e dytë I ka thonë wa inna Allaha amarakum bis-salah. Allahu ju ka urdhëruar që ta falni namazin. Në shikoni Yahya alayhis salam është me shekuj para Muhammedit alayhi salatu wasalam. Megjithatë, këshilla për namaz ka qenë pjesë përbërëse e çdo shpallje, çdo pejgamber që ka ardhur I ka udhëzuar dhe I ka do të thotë porosit popullin e tij që ta falë namazin. Normalisht forma e namazit ka dallu mes popullit në popull. Dhe padyshim se forma më e përkryer dhe më e kompletuar e namazit është ajo që e ka mësuar Allah Muhammedin alayhi salatu wasallam. Mirë po, edhe më herët popullit janë fal. Tash sa kohë janë fal, si janë fal, nuk ka shumë detaje, po e rëndësishme është si janë fal. Dhe në atë namaz përmend se ka pas ruku, ka pas sejdë. Çka kanë lexuar nuk e dim saktësisht. Dhe sa rekati ka pas në namaz nuk e dim saktësisht, nuk është më rëndësi. E rëndësishme është se janë fal. Namazi ka qenë gjithmonë pjesë e çdo udhëzimi, pjesë e çdo këshillet e pejgamberit. Dhe këtu kur Yahya alayhis salam thot inna Allaha amarakum bis-salah, Allahu xhalla wala ju ka urdhëruar që ta falni namazin, nuk është vetëm ta falni namazin, por përmend edhe si me fal namazin. Domethënë krahas namazit që është obligim e duhet me fal, Yahya alayhis salam përmend edhe cilësinë e namazit. Do që besimtari namaz të I kujdesshëm. Andaj ka thonë Yahya alayhis salam fa idha sallaytum fala taltafitu. Kur të faleni, mos u ktheni. Domthon mos u sillni anash, por njeri me koni përkushtuar namaz. Nga se lëvizja e tepërt të namaz, shikimi nal, shikimi anash, lëvizja durë pa nevojë, gjithë ato këtu tregojnë se nuk ka përkushtim namaz, nuk ka koncentrim, nuk ka përulje. E namazi pa përkushtim dhe pa përulje është I zbrazët. Nuk ka kuptim. Andaj shikoni Yahya alayhis salam urdhëron që të falemi, por edhe kur të falemi, timi të kthyer si duhet ka Allahu xhallahu ala, të kthyer spari me zemrat tona, pastaj edhe me fytyrën dhe trupin ton ka Allahu te barekuhu teala. Dhe pastaj Yahya alayhis salam ka sjell një arsye më tepër
pse duhet me qenë të kthyer namaz e mos me lëviz. Ka thonë Yahya al-Sam fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi s-salati. Allahu te barekuhu teala kthehet ka robi i tij kur robi falet. Si kthehet Allah nuk e dim. Allahu xhallahu nuk mund ta perceptojmë me mendin ton. Mirë, po na kuptojmë se është një vlerë, është një privilegj, është një ndir që Allahu më kthy ka ti. Dhe përsa i kthyer ka Allahu, Allah është i kthyer ka ti. E thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, mbetet Allahu i kthyer ka robi derisa Allah robi nuk lëviz. Nëse kthehet anash e lëviz e humb mendjen, Allahu te barekuhu teala më nuk kthehet ka ajata. Don Allahu xhallahu ala përcjell namazin tënd, Allahu xhallahu ala kthehet ka ti në formë që i takon Allahu xhallahu ala normal, pa hyrë në detalet e formësimin, nga se këtë nuk guxojmë ta bëjmë, nuk e dim, mirë po e dim se Allahu xhallahu ala ka mundësi të bën tëra që ai don. Dhe këtë tregon se çfarë vlerë ka me qenë të kthyer ka Allahu xhallahu ala, thash me zemrën tonë, me mendjen tonë, por edhe me trupin tonë. Lëvizje e tepër të namaz, kemi pa nga njerëzit kush falet e shikon anash. Sa rregull. Nuk ka rregull, mos e kthe kokën, mos shyn anash. Ti je i përkushtuar namaz, të shikosh në vendin e sejdës, ti je i përulur, koka ti e përulur, duart ti janë të lidhura si duhet. Ti je domthon i përkushtuar namazin tënd, edhe me brendin tënde, por edhe me të jashtëmën tënde. Prandaj namazi që ja sheh harin, namazi që ka dobi është namazi i cili ka të përkushtim. Andaj ne po flasim për një udhëzim që të mundson me pas rrugdalën këtë dunja. Një udhëzim i cili është edhe adhurim, por është edhe zgjidhje. E namazi është zgjidhje për shumë probleme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ndërvozur, sikur se përmendet në hadithe, kur shqetësohej, ngarkohej, brengosej nga ndonjë çështje, çfarë bënte? Xhintonte namaz. Namazi lidhet me Allahun xhallahu ala. Namazi gjen prehjen, qetësinë, e gjen sigurinë, e gjen frymëzimin namaz. Në namazi që do me gjetë frymëzimin, do me qenë namaz që ka cilësi, ka përkushtim. Çfarë prehje dhe qetësie gjen një namaz që lëviz? Don çdo 2-3 sekonda një dorë ka në funksion. Don ose poshtë, ose lart, ose pastaj për shembull cikon telefoni, e nxjerr telefonin kush s'ka përkushtim kështu. Ose shikon anash me kokën e lëviz, djathtë, majt, nuk ka rregull. Andaj të ndërlozër e kemi përmendur se njeri kur vjen në xhami duhet që të jetë i kujdesshëm. Don të ulet në vendin e duhur, mos të bezdis të tjerët, mos të hyjë mbi qafat e njerëzve, të ulet ku gjen vend, të plotson safin, të prat namazin, thret azanin, falet i përkushtuar dhe nuk pengon askën. Madje as me telefonin e tij. E nal telefonin para se më hyj, nga se çka të vjen telefoni i lshut namaz. Ti mos mundesh. Atë veç bën pengesa. Me të siguru telefoni, me njerë shkojnë me të. Kush më thiri, e kujt piduna, e qka pa dan, me njerë shkojnë menja. Menja kur lëviz jashtë namazit, në mone, e zbe vlerën e namazit. Andaj, për me i siguru vetës tënde, një namaz më të përkushtuar, më të koncentruar, më të fokusuar, atëre, largoj të gjitha ato që mundin me të zhvendos. Të gjithë zhurmuesit që të bëjnë problem namaz, largoj dhe koncentrohë, fokusohë në namaz. Gjithashtu e ka përmend pastaj Yahya al-Sam, edhe tjetër ka thonë wa amurukum bis-siyam, edhe ajo që më ka obliguar Allah dhe unë po ju obligoj juve është se Allahu te bareke ve teala ju ka obliguar me agjërim. Shikoni, edhe agjërimi është nga obligimet e mëhershme. Pikërisht sikur që ka thënë Allahu xhallahu në Kur'an, kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. U është bërë namazi obligim juve ashtu sigurisht obligim për ata para jush. Doon çështjet madhore, obligimet bazike kanë qenë tek të gjithë pejgamberët e Allahut te barekuhu teala. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë ftuar në njohurinë, tauhid, e kanë luftuar shirkun. Çdo formë të idhujtarisë, çdo formë të shoqërimit në adhurim te Allahut të mëdhuar, e kanë luftuar këtë pejgamberët e Allahut xhallahu xhelalu. Ata kanë ftuar namaz, ata kanë thënë agjërim, edhe në vlerat mëdha të moralit, në turp, në falje, në guxim, në bujari e kështu me radhë. Nga se Allahu është ai që i ka dërguar dhe është ai që i ka mësuar se çka ju duhet njerëzve. Andaj një obligim për shembull të ndovëzë që me shekuj është përcjell, ja më kuptu se është i rëndësishëm, i duhet të gjitha gjeneratave, është i përshtatshëm për çdo kohë dhe për çdo vend, andaj Allahu s'e ka ndërruar.
gjithmonë agjërimi ka qenë prezent. Edhe tek agjërimi njëjë sikur se te namazi. Ka mundësi kanë ndryshuar disa gjëra që kanë të bëjnë me agjërimin. Nëse jo bashkë ngjashme si agjërimi jon, kuptim të kohës, disa rregullave të caktuara, këto gjëra mund ndallojnë për shkak të rrethanave të situatës. Mirë, po në esencë agjërimi që nuk kupton praktikën e ushqimit dhe pijes ka qenë prezent tek të gjithë popujt. Dhe Jahja alayhis salam të nderua Allahu kur don tash me tregu se çka do të thotë me agjëru, çfarë vlerë ka agjërimi, çka nuk kupton agjërimi, çka thot? Thot shembull aty që agjeron është sikur se shembull i një njeriu i cili është në shoqërinë e do njerëzve dhe me vete ka një parfum. Dhe me vete ka një parfum. Të gjithëve u pëlqen aromat i parfumit. Aja ka një parfum mesin e shokëve. Sa e qelë parfumin, krejt mahnitin, qëfar ere e mirë. Mahnitin nga aroma e këndshme ati parfumi. E thot Jahja alayhis salam, ta dini se, do me thonë, era e gojës e agjërus të Allah është me mirë se kjo arome parfumit. Do më besimtari kur agjeron, një lloj ere në gojë bëhet për shkak të lukës të zbraz, normal. Ajo erë mund ta bezdisë dhe vetë besimtarin. Edhe me dikë tjetër. Megjithatë, ajo është erë e adhurimit. Ajo është erë e nështrimit e përullit në Allah te barekuhu teala. Andaj gjithçka që është në rrugë të adhurimit është e mirë. Edhe era që mund të jetë e pakëndshme. Gjithçka që është në rrugë të mëkatimit, edhe nëse ka erën e mirë, s'është e mirë. Është e keqe, nga se e mira dhe e keqja nuk shikohen në aspektin formal, në dukje. Ka gjëra që në dukje mund duken të bukura, po në brendi janë të shëmtuara. Ka gjëra që ndoshta në të jashtëm nuk mund duken shumë të rrejtëse dhe jorse, po në brendi janë të bukura. Mund të jetë dikush për shkakun të ndërlozur në aspektin e jashtëm shumë bukur i veshur, i parfumosur, i rregulluar, domthonë duket i kompletuar në aspektin e jashtëm. Mirë, po në brendin e tij është i shëmtuar në mendimet e tij, i shëmtuar në paragjykimet e tij, i shëmtuar në zemrën e tij, nga se ka zili, ka inat, ka urrëtie, ka smundje të zemrave kështu me radhë. Andaj bukuria ku është? Jashtë apo brenda? Brenda, që është esenca. Me ku në brenda i rregullum, e pastaj edhe jashtë i rregullum. Besimtari e rregullon të brendshmën, pastaj e rregullon edhe të jashtëmën. Edhe jashtë do të më duk bukur, edhe jashtë do të më duk mirë po, jo që i tërë fokusit jetë në të jashtëmën. E pavarësisht brenda çka ka. Ka lakmi, ka pangopsi, ka zili, ka urrëtie, ç'më rëndësi, më rëndësi është që petku i jashtëm është i bukur, po duket bukur, e ka një aromë mirë dhe mur fund. Jo, s'është kështu. Asi kjo është mashtrim, kjo është formalitet, do të jemi të kërkuar që të mirëmi me esencën, me bazën, me gjërat që janë reale, jo me ato që janë mashtrim apo formale. Kështu që, shikoni, edhe pse si erë mund të jetë erë e pakëndshme, në esencë mund të jetë e pakëndshme, megjithatë është erë që ka ardhur si pasojë e çkafit, e adhurimit, si pasojë e nështrimit te Allahu xhallahu ala. Prandaj çdo erë, çdo plurosje, çdo lodhje që vije si pasojë e nështrimit te Allahut, adhurimin te Allahu xhallahu ala është e mirë. Tek Allah është e këndshme, tek Allah është e pranuar. Madje shumë më tepër se çfarë do misku apo parfumi që mundesh ta parfumosësh veten në këtë dunjë. Shikoj çfarë shembulli të bukur ka sjell Jahja alayhis salam për të kuptuar bukurinë e adhurimit, bukurinë e nështrimit te Allahut mënduar. Prandaj ai që i parulet Allahut, ai që i nështrohet Allahut është i bukur, është i mirë. Dhe shëmtueshmëria të ndërlozur nuk është vetëm në pamjen e jashtme, por shëmtueshmëria reale dhe shëmtueshmëria kryesore është në brendinë e njeriu, në mosbesim, në mëkatim, në lëshim të rrugës së Allahu xhallahu ala. Kjo është e shëmtuar, kjo është e keqe. Andaj besimtari ndihet mirë, ndihet këndshëm sa herë që i nështrohet Allahu te barekuhu teala. Edhe dora që punon mund të jetë ndoshta dorë që mund të jetë e qarë nga era, se ka punu jashtë, mund të jetë ndoshta e lënduar nga puna, mund të jetë një dorë e lodhur, por te Allahu është dorë e halalit, e dorë që Allah e don. Allah e don dorën që punon, dorën që fiton halal. Edhe pse në aspektin e jashtëm, kur të jap dorë mund të jetë një dorë vrazhd, apo do mund të jetë dorë e ron, kur të jap dorën, ty nuk duket shumë e butë, por tek Allah është dorë e butë. Tek Allah është dorë e mirë. Pse? Sa ajo dorë realisht
është deformuar, ndoshta është qarë për shkak të punës halal, për shkak të lodhjes halal. Edhe djersa e punëtorit tek Allahu xhallahu është e dashur. Djersa e punëtorit është më e dashur se çfarë do parfumi i mashtruesve apo atyre që marrin korrupsion apo fitojnë pa djersë kështu me radhë. Andaj gjithçka që është halal, çka është e mirë, çka rrugt Allahu xhallahu Allahu e don. Kështu që nuk duhet besimtari me u bezdis asnjëherë, nëse për shembull nuk ka mundësi me u duk më smiri. Ai duhet më duk i pastërt. Po, pastërtia është e mundshme. Me u pastru është lirë. Uji edhe një lloj shamponi apo sapuni mundshme është. Kaq tjerat pastaj me mundësi. Më është e rëndësishme është që ta pastrosh zemrën tënde. Me rëndësi është që ta pastrosh gjuhën tënde. Dhe kështu Yahya alayhis salam i ka mësuar njerëzit, nga se të ndërvozë rrugdalja është këtu. Rrugdalja nuk është në pamje të jashtme. Rrugdalja në situata ndryshme është me zemrën tonë. Vallahi zemra që është e lidhur me Allahun xhalla xhelalu. Ajo është zemra që është e mbushur me besim. Ajo zemra që është e mbushur me mbështetjen e Allahut xhalla xhelalu. Edhe pse në aspektin e jashtëm nuk duket i rregulluar si duhet, por kjo zemër e mbushur është e cila i mundson besimtarin në çfarë do krize me dal. Në çfarë do situate me gjetë rrugdalën. Nërsa ai që ka zemrën bash, se ka të mbush me besim, s'ka dashnin Allahun xhallahu ala, s'ka mbështetje, ama të jashtme ka shumë bukur të rregulluar. Ky situata caktuar, ky vajtan, ky ik. Nga se s'ka mbështetje, s'ka guxim, s'ka fuqi. Qysh ja del këto situata? Prandaj besimtari të ndërvozë duhet me ditë çfarë është pasuria reale. Pasuria reale është pasuria e besimit. Pasuria reale është pasuria e nënshtrimit, adhurimit te Allahu te barekuhu teala. E pastaj pasuritë e tjera. Po, edhe jashtëmia, edhe materiale, gjithë janë me rëndësi. E duhet me punu, mu angazhu, patjetër, nga sa dhe kjo është pjesë e jetës tonë. Mirë po, fokusi dhe përqendrimi me qenë në të brendshmën. Jo me e njollos të brendshmën duke e rregullu të jashtëmën. Nuk ka rregull kjo. Jo duke e parfumos të jashtëmën me e shëmtu të brendshmën. As kjo nuk është rregull. Andaj këto janë këshilla që ja ka Yahya sa popullit të tij. Dhe gjithashtu e ka sjellë të shembull tjerë në fund, vetëm ti lexoj si shpejt ka thonë, edhe wa amurukum bis sadaqa. Edhe ajo që porosis është që t'japni sadakë. T'japni lmosh, t'japni bujar. Ka nga se shembulli i atij që jep sadakë është sikur se shembulli i një njeriu të cilin e ka rrobnu armiku. Një armik e ka rrobnu njëri, e ka lidh apo dhe e kanë sjell para një mjeti caktuar që me ekzekutu. I lidhur dhe tash për t'u ekzekutu. Rob e kanë zonë rob armiku i tij apo. Atëherë domon këtë situatë ka thonë unë po ju japi ke çka kam veç me mliru apo. Dhe sa ju ka thonë diçka ata e kanë hekën i prong. Ju ka për shembull një lirë të arit kanë ta hekum një prong. E ka hapni diçka një prong derisa ke që ka pasja kep, edhe në fund është lirua, qështu sadaka, sa t'jepsh, lirosh nga prangat e zjarën me xhehenimit, lirosh nga mëkatet, andaj të qëron sadaka, për këtë arsye edhe ka atas me time se sadaka e mbron njeriu nga situatet e pakëndshme, nga fatkeqësit, madje edhe kur në situatë keqe, Allahu e mbron edhe e nxjerr për shkak të sadakas që aje ka dhonë. Për këtë arsye të ndrodhër nga sadaka përfiton më shumë të ti, që jep. Ma shumë përfiton ai që jep se ai që merr. Pse? Se ai që merr çka përfiton? Përfiton ndoshta një kafshat bukë me hongër. Sadak 5 euro, 10 euro, po them sadak 100 euro. Tek apo çka përfiton? Diçka që ndoshta as s'mund të përtheku me atë sadak. Po ka që mundësitë tua të jep. Ndërsa ti çka përfiton? Shikoj çka përfiton. Domthon prangat e problemeve, brengave të dunjas, të lashët e varrit, problemet e ahiretit, fillon duke u zgjidh, duke ra. Ai rrugdalja është në sadak, në bujari, në dhënje, jo në grumbullim në kooperaci. S'ka zgjidhje aty ka komplikim, aty ka robnim. E robnon njeriu paraja, materiali e robnon. Aja që e zgjidh njeriu, aja që e mundson me koni lirë, është dhënja, sadakaja. Dhe në fund ka thonë Yahya alayhis salam edhe wa amurukum an tadhkurullah, dhe po ju porosis me përmend Allahun shpesh. Përmendje e Allahut është namazi, kryesorja. Përmendje Allahut është me lezu Kur'anin. Përmendje Allahut xhallahu ala është me përmend Allahun sabah në akşam. Përmendje Allahut është me subhanallah, la ilaha illallah. Përmendje e veçantë dhe përmendje e përgjithshme, edhe në situata të veçanta, por edhe në përgjithësi me përmend Allahun te barekuhu teala, thot nga se shembulli i atij i cili e përmend Allahun është sikurse shembulli i njëri që
armiku i është vërsul me nëzonë, me kap, dhe ai ik nga armiku dhe futet në kështjell, fortifikohet, armiku sillet për rreth, po nuk ka mundësi mu fut në kështjell. Edhe shejtanit njek me të deviju, me të bo vezvese, problemet të njekin, shumë situatat pa këndshme që me të rëbnu, që me të lidh, që me të pengu, nërsa ti, nëse Allah në përmend, futesh në kështjell në mbrojtjes hynore, ku Allah të mbron. Prandaj nuk ka mbrojtje më të mirë se përmendja Allahu te barekuhu teala. Wallahi nuk ka mbrojtje më të mirë se me u lidh zemra me Allahun xhallahu ala e gjua me qenë e lagur në vazhdimsi me përmendjen e Zotit xhallahu xhelaluhu. Anë këtu janë porosit praktike të ndërvazhdim. Këtu janë porosit shumë konkrete që Jahja alayhis salam ia dha popullit vet, por edhe pejgamberi sa më i përcullën neve që ne të punojmë me to, të mësojmë të mësojmë të tjerëve që ata të punojnë me to, nga se këtu është zgjidhja, këtu është jeta e duhur, këtu është rrugdalja, këtu është liria, këtu është harmonia, këtu është lumturia, gjitha që i duhet në dunjë e në ahiret janë çto porosia. Ta adhurosh Allahun, ta falësh namazin, ta agjërosh Ramazanin, të japësh sadaka, ta përmendesh Allahun xhallahu ala, nuk ka diçka më të madhe që mundesh dunjë me marrë se çto pesë që Jahja alayhis salam ja ka dhënë popullit vet. Allahu na uzot në rrugën e drejtë, Allahu na ruaj nga çdo situatë e pakëndshme dhe krizë që nuk ka rrugdalje për neve, por na mundsoj që gjithmonë të jemi të lidhur me Allahun xhallahu ala, ai të na ndihmon, ai të na nxjerr, ai të na udhëzon, nga se rrugdalja dhe shpëtimi është vetëm tek Allahu te barekuhu teala. Allah na e pastroj zemrat tona dhe gjuhët tona që të jemi gjithmonë të orientuar të kthyer ka Allahu xhallahu ala me zemrën tonë dhe me gjuhën tonë dhe me tërë qenien tonë, ashtu sikur që është Allahu i kënaqur dhe na ka mësuar ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kaq për këtë pjesë të ndëruar vëllezër dhe po e mbarojmë me këtë pjesë. Zoti ju shpërbleft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira.